Miqtë e mi, ju përshëndes jatë tek ritakojmë sërish dhe këtë të shtunë në podcastin Kohë për Reflektim, ku në këtë puntat të emisionit Kohë për Reflektim kam kënaqësinë të kem të ftuar gazetarin e mirënjohur Mentor Kekia. Mentor, të falenderoj që të kam pjesë në podcastin tim dhe një kënaqësi e jashtëzakonshme. Faleminderit. Përshëndetje, kënaqësi dhe për mua që të bashkëbisedojmë në këtë hapësirë të re, po e quaj tashmë është ndruar në një lloj trendi, por që padyshim që është një risi që besoj që do të mbetet në treg. Të falenderoj, meqense e nisët me një risi të re që sapo ka dalë podcasti kohëve të fundit, si vlerësoni një masivitet të lartë të numrit të podcasteve që janë hapur kohëve të fundit dhe si përkthehet i nderuar Kekia që edhe shumica e gazetarëve, pothuajse edhe kolegët tuaj kanë hapur goxha podcaste dhe e kanë kaluar në kanalin e tyre. Mos ndofta kjo përkthehet që nuk i krijohet mundësia mediatike? Besoj që janë dy arsyet. E para është një evolucion apo një revolucion në fushën e medias me shpejtësi të rrufeshme, shpërthimi i teknologjisë bëri që brenda 2-3 dekadave televizioni dhe rrjeti të zhdukin nga qarkullimi gazetat e shtypura. Ende ne kemi në memorien tonë njerëzit që uleshin në kafene, merrshin kafen dhe i tuf gazeta dhe fillonin shletonin njëra pas tjetrës. Tashmë nuk ka më gazeta që lexohen. Gazeta është e gjitha në telefon. Por jo vetëm gazeta, është vetë televizioni që tashmë është vënë përballë një presioni të jashtëzakonshëm mbi jetese, si pasojë e evolucionit të madh që ka pësuar media e telefonit. Shumë pak njerëz ka që ndjekin tashmë rregullisht edicionet e lajmeve në televizione apo programe të tjera, pasi gjithçka po shkon drejt gazetarisë telefonit. Kjo bëri që edhe podcasti që është një format që i përshtatet më shumë rrjetit, të shpërthej dhe brenda një 3 vjeçari, siç kundër ju theksuat, ky lloj formati është përhapur në mënyrë masive. Por përveç një ripozicionimi apo ridimensionimi të medias në kushtet e teknologjisë, mendoj që një tjetër arsye është edhe hapësira që po kërkojnë gazetarët, me sa duket nuk e gjejnë në mediat tradicionale për shkak të një rrëshqitje graduale, por për fat keq edhe fatale vitet e fundit të medias tradicionale, e cila për shkak të interesave ekonomike është zbehur në aspektin e kritikës, është zbehur në aspektin e investigimit, dhe me sa duket gazetarët po përpiqen që atë hapësirë që nuk e gjejnë në mediat ku punojnë, ta gjejnë pikërisht në këto formate. Dhe kjo është një gjë fantastike, është një gjë e mrekullueshme që sido që tjetë raporti mes medias dhe pushtetit apo sipërmarrësve të medias me pushtetin, ka kanale të tjera që gazetarin e bëjnë të ndihet i lirë. Gjithashtu edhe ju dhe bashkëshortja juaj jeni në të njëjtin profesion. Sa e lehtë është që të kesh partneren e jetës në të njëjtin profesion dhe a do ta shohim ndonjëherë Mentor Kekia në ndonjë podcast? Apo se pak a shumë ju shohim edhe në shumë të angazhuar në debatet televizive në profesionin tuaj? Unë jam tërhequr ka pak kohë nga gazetaria aktive që është gazetaria e lajmit, pasi për hir të vërtetës gazetaria ka qenë pasioni dhe dashuria e jetës time. E ushtroj atë prej vitit 1991, pra 35 vite plot. Kam punuar në gazeta, ndërkohë që ishte
gazeta mjeti vetëm i komunikimit, kam punuar në televizion për gati 20 e ca vite. Jam tërhequr nga editimi i lajmit dhe prodhimi i lajmit, por jo nga media. Vazhdoj të kem një prezencë në programet e ndryshme televizive tashmë si analist, le të themi, edhe pse është bërë një term jo fort i pëlqyer në kohë të fundit. Por pse jo, kam edhe rrjetet e mia sociale të cilat nuk i përdor rëndom si shumë kush, duke qenë personale dhe private për të promovuar dikush aspektet të jetës personale, familjare, apo edhe tek restoranti ku shkon siç është bërë mod tashmë para se të ulesh të hash, duhet i bësh një foto që ta hedhësh. I kam mbajtur vetëm brenda kuadrit të një mediaje. E qartë. Dhe vazhdoj t'i konsideroj një media. Podcasti më ka joshur në mënyrë të vazhdueshme për hir të vërtetës. Sa herë mendoj që se kanë bërë gjithë podcast tash që po bëra edhe unë çfarë do nësjell, çfarë ndryshimi do bëj. Dhe vazhdon ende të jetë në agjendën e gjërave për të bërë, asnjëherë se kam patur prioritet, por asnjëherë nuk se kam mbyllur atë faqen e bllokut ku kam të shënimet e gjërave që duhen bërë. Dhe vazhdoj të mendoj që ta hap një studio të vogël, një tavolinë ku edhe pse investimi është modest, hapësira që i krijohet asaj që thuhet, asaj që diskutohet është jashtëzakonisht e rëndësishme. Kështu që thash nuk e kam prioritet apo emergjencë, por vazhdoj ta kem në agjendë dhe shpresoj që në një moment të marr vendimin për ta hapur. Ju gjithashtu jeni një gazetar i vjetër, datoni që në vitin 1991, ashtu sikurse dhe ju e cituat zoti Kikia, keni 35 vite të plota në tregun gazetares dhe mediatik shqiptar. Ju e keni dëshiroj që ta quaja e keni cekur të dyja pjesët e gazetarisë, dhe atë të shkruar dhe në televizion, në media. Si ndjeni ju sot që pothuajse media tradicionale është lënë pak sa në hije? Jeni nostalgjik ndaj kësaj pjese? Padyshim, gazetaria e shkruar ka qenë një gjë fantastike, vazhdoj ende të kem nostalgji për kohën kur çohesha në mëngjes. Gjëja e parë që bëja është të blija gazetën rivale. Unë kam punuar te gazeta shqiptare dhe gazeta rivale ishte gazeta Koha Jon. Blija gazetën rivale për të parë se çfarë lajmesh kishin shkruar kolegët e kohës dhe që nuk i kishim ne, sepse në fund kjo ishte konkurenca. Lajmi ishte shumë individual, do të thotë që s'kishte këtë lloj masivizimi që ka sot. Një ngjarje kur ndodhte nuk shpërndahej në mënyrë të rrufeshme si shpërndahet sot, dhe unë kam punuar për Kronikën e Zezë në atë kohë dhe investigonim, punonim për të kërkuar, për të gjetur informacionin mbi ngjarje që ndodhte, dhe kur shikoja atë artikullin në gazetë dhe emrin tim lart, vazhdoja të ndjeja një kënaqësi dhe më mungon, për hir të vërtetës më mungon ende. Vite më pas, edhe kur kalova në televizion, vazhdoja ruaja marrëdhëniet me gazetat, dhe po në gazetën shqiptare ku kam pas punuar, një herë në javë kisha një rubrikë që shkruaja një koment, dhe vazhdoja ta ruaja me të njëjtën kënaqësi dhe ta shijoja edhe publikimin e një artikulli në gazetë, edhe pse televizioni ishte më masiv, televizioni të jepte atë imazh publik që gazeta nuk ta jepte, sepse në një shfaqje në televizion audienca shumë e madhe se sa gazeta. Prap gazeta më pëlqen, të vazhdon të më pëlqejë, edhe pse gazeta tashmë, siç tham pak më parë, për shkak të këtij evoluimi ka dalë nga tregu. Nuk di shtypen apo nuk shtypen, më deri këtu kam shkuar sa kam vite pa kapur një gazetë të printuar në dorë, por duam apo s'duam ne, këto janë rregullat e jetës, të natyrës, të evolucionit mediatik. Pastaj televizioni u tregu i pamëshirshëm ndaj gazetës dhe me sa duket e psoi vetë më shpejt se sa që psoi gazeta, sepse rrjeti tashmë është në mënyrë absolute shumë agresiv ndaj televizionit dhe në Shqipëri, dhe jo vetëm, por
diskutojmë në Shqipëri. Në Shqipëri rrjeti është treguar më agresiv sepse vetë televizioni së paku për dekadën e fundit ka çeduar në mënyrë të dukshme nga misioni i tij, nga objektivi që duhet të realizojë, është bërë më pak kritik, është bërë më pranë qeverisë dhe kjo ka bërë që rrjeti, edhe pse saqë është masiv dhe është një aset i jashtëzakonshëm përkundër censurës apo devijimit të medias për interesat e veta nga misioni i saj, rrjeti është një zgjidhje, por është edhe një thik me dy presa për shkak se është një media jashtë kontrollit, ku nuk ka ku mungon etika, ku nuk ka tregues që masin shkallën e profesionalizmit. Gjithsesi, duke shfrytzuar thash këtë mungesë objektiviteti nga media tradicionale, rrjeti u bë shumë shpejt referencë për informim. Kështu që edhe televizioni thash është në këtë mësymje nga gazetaria e rrjetit. Por duke mbetur ende pika apo mjeti më i rëndësishëm i referimit për nga serioziteti, pasi në fund duam apo s'duam ne komunikimi online, nga rrjetet sociale apo edhe portalet janë shpesh jo të sakta, janë shpesh jo etike, janë shpesh me informacion të pa konfirmuar, të pa verifikuar, apo çfarëdo që dëgjohet, hidhet në ajër, merret dhe publikohet. Televizioni do duhet që të rishikoj qëndrimet e veta për t'i mbijetuar këtij tregu. Televizioni do duhet të rikthehet në shinat e objektivitetit dhe mbi gjitha në shinat e misionit që ka si një media informuese e pavarur, e paanshme, nëse do vazhdoj të jetë thjesht një mjet në duart e sipërmarrësve që i zotërojnë, për t'i shndërruar në mekanizma që i ndihmojnë për të bërë para, do ta shikojmë televizionin shumë shpejt thjesht si një ekran ku prodhohen vetëm spektakle dhe gazetaria e lajmit do të jetë e pa konsiderueshme. Zoti Kekia, gjithashtu ne kemi një numër të madh të televizioneve, të portaleve në krahasim me numrin e popullatës që jemi. Kjo është një dukuri e mirë, do ta quanim, apo thjesht është diçka e cila i kushtozon të rinjt dhe edhe të rejat për të bërë një profesionalizëm të duhur, pasi duhet theksuar që disa edhe nga kolegët tuaj më pas janë bërë edhe drejtues të disa portale, nëse si portale, pasi kanë bërë edhe në një formë të madh ku janë bërë edhe televiziona. Nuk ka asgjë të keqe nëse hapen media online apo portale, dhe kjo i shërben pluralizmit mediatik, dhe sot në Shqipëri, edhe pse media është në ditët e saj më të këqija sa i takon lirisë apo objektivitetit editorial, sërish kjo nuk ndjehet, sepse është ky masiviteti i mediave online. Por këtu pastaj unë vazhdoj të jem një kritik i përhershëm i këtij realiteti, sepse media online të shmon një shkallë profesionalizmi shumë të ulët. Kjo edhe për shkakun ekonomik, sepse folëm pak më parë që shumë kanë hapur podcaste, po ndërkohë është shumë më i madh numri i portaleve. Dhe këto portale mbijetojnë me 2-3 gazetarë, ku nuk bëhet fjalë për profesionalizëm, ku procesi copy-paste i lajmit pa verifikuar çfarë thuhet, një gazetari që nuk jep dot përgjigje jo 5 pyetjeve çfarë ka ndodhur, ku ka ndodhur, si ka ndodhur, pse ka ndodhur dhe kush, po si jep dot shpesh asnjëres për këtyre pyetjeve, jo të 5-ta për një herë. Por lajmi më sensacional që hidhet, merret dhe ripublikohet
me të vetmin qëllim për të kapur klikime dhe detyra për të qenë objektiv dhe i vërtet në atë që thua është zëvendësuar me detyrën për të marrë sa më shumë like dhe share apo komente, sepse kjo rrit trafikun, kjo rrit interesin, kjo tregon që ti je prezent. Kjo bëri që të braktiset jo në mënyrë graduale, por në mënyrë të rrëfeshme, objektiviteti dhe etika profesionale dhe gjithçka të vihet në shërbim të trafikut, të vihet në shërbim të lajkeve. Dhe këtu pasaj humbi ky profesionalizmi, por mjafton që unë të publikoj një lajm me një titull joshës që s'ka kërkund lidhje me profesionalizmin, apo të publikohet një lajm apo një ngjarje që nuk përbën kërkund interes publik, por thjesht kjo mund të nxjisë njerëzit të futen të klikojnë dhe pavarësisht se çfarë mendon, pavarësisht se informohesh apo dezinformohesh, mjafton të klikosh dhe është kjo që më intereson mua. Dhe besoj që në këtë drejtim media online është futur në një kurs të rrezikshëm për veten dhe për publikun, sepse në fund qëllimi i medias nuk është shikueshmëria apo ndjekja në rrjetet sociale. Qëllimi i medias është të informoj, të raportoj. Këtu vjen pasaj audienca, por thash në një treg kaq masiv, siç ju e theksuat me të drejtë në raport me numrin e popullsisë, të gjithë janë të etur të marrin pjesën e tyre të vëmendjes, dhe pjesa e vëmendjes merret duke vënë titullin më tërheqës, titull të tipit ja çfarë i tha filani filankës, ja çfarë ndodhi këtu, ja çfarë ndodhi atje. Portalet monitorojnë debatet televizive dhe nëse shikon portalet lidhur me një program të caktuar televiziv, askush nuk merr vesh dot gjë se çfarë është thënë në atë program televiziv. Pasi portalet tërheqin apo ripublikojnë vetëm fragmente ku ka sherr, ku ka debat, ku ka polemika, ku ka shari, ku ka ofendime dhe shoqërohen me titull ja si ja përplasi ky, ja si i tha ky, filani i shan këtë, shpërthen ky, shpërthen ai. Këto janë të gjitha përpjekje për të prodhuar tituj marketingu në mënyrë që ta joshin lexuesin apo shikuesin të klikojë, mjafton të klikojë këtu dhe nuk ka rëndësi se çfarë dëgjon dhe çfarë merr vesh aty brenda. Por ndërkohë do të ishte e kundërta. Nëse jepet zë një debati televiziv, do duhet të promovohet dhe të publikohet ajo që përbën thelbin, sepse një publik është interesuar të shikojë dhe të dëgjojë se çfarë mendojnë 2 njerëz apo 5 njerëz që ishin brenda një program televiziv që supozohet janë më të informuar, janë më zgjuar dhe qytetarët duhet dinë se çfarë mendojnë ata për këtë ngjarje dhe nuk ka interes për të ripërsëritur një debat ku njeri thot qepet ti se e di unë më mirë këtë punë dhe mjafton edhe 10 sekonda për të tërhequr publikun nga ky debat. E gjitha kjo e ka dobësuar në mënyrë të jashtëzakonshme dimensionin gazetaresk të këtyre portaleve. Zoti Kekia, ju gjithashtu prej pak kohësh, më saktë viteve të fundit ju po merrni edhe me pjesën e analizës, gjithashtu që bëni edhe analizën politike. Ndjeni në studio televizive, ndjeni ndonjëherë i sikletosur për kolegu ose analist që keni përballë që mundet të jetë në një mendim i cili nuk mundet të përputhet me mendimin tuaj të një analize politike, mundet të marrë edhe një rast i cili po ndodh kohëve të fundit të protestës, gjithashtu edhe nga aktualiteti një të cilën ju e analizoni në çdo studio televizive që jeni i ftuar. Shiko, debati televiziv është një, le të themi, pjesa kulmore e zanatit ton, e të bërit gazetari. Për fat keq, mjedisi mediatik është mbushur me analist që nuk vinë nga fusha e gazetarisë, janë politikanë që pasi kanë bërë një pjesë rrugën e politikë, kanë kuptuar që kanë hyrë në rrugën e gabuar, në thjesht janë tërhequr, njerëz pa lidhje me median janë ftuar një herë 2 nëpër studio dhe pastaj nevoja dhe uria që kanë në studiot televizive për të mbushur hapësirën e tyre bën që tiftojnë sërish dhe befas
ka lindur dhe ky profesioni si analist politik, edhe pse analiza politike apo edhe çështjeve të tjera nuk është një diplom më vete, pra nuk ka diplom diku për analist, por vjen si pasojë e një backgroundi, si pasojë e një eksperiencë dhe përvoje të gjatë në punë që ke akumuluar në këtë fushë, dhe nuk mundet që befas një njeri që ka lënë në mes një angazhim politik dhe befas prezencën e tij në studio e justifikon si analist. Këtu besoj që ka ndikuar edhe pozicionimi i vetë mediave dhe partitë politike të cilat sponsorizojnë individ të caktuar që të flasin jo sipas asaj që mendojnë, por sipas interesit të tyre. Kjo i ka bërë studiot apo edhe panelet për të dalë tek përgjigja se si ndjehesh kur dikush. Debati është i bukur, por është i bukur kur bëhet mbi bazë faktesh. Ti thuash tjetrit, mos mendo ashtu dhe mendo siç mendoj unë, është absolutisht jashtë etikës dhe kjo nuk ka bëj kërkund me analizën. Të dëgjosh argumentet e tjetrit është profesionalizëm, është qytetari, është etik, është edukat. Ti kundërvihesh, por me fakte është gjithashtu profesionalizëm. Por debatet tona televizive shpesh ndrohen në diskutime kafenesh. Për shkak të mungesës së profesionalizmit, si thash pak më parë, sepse studiot mbushen me njerëz militant, të cilët ose janë aty sepse studiot ka nevojë, ose janë aty sepse shërbejnë politikisht për njërin apo për tjetrën. Edhe përpas të klikimeve, nëse në një studio televizive bëhet pjesë fyerja, dihet që ka interes dhe klikimi, dalin pikërisht aty ku thatë ju zotë klikia tek argument fantastik dhe ky. Sepse sot ka njerëz që ftohen në studio, ftojnë filanin sepse ai prodhon sherr. Po. Dhe shpesh qëllimisht një njeri që mund mos jetë agresiv në jetën normale, ai e ngre këtë debatin në nivelin e sherrit, sepse u intereson edhe vetë programeve, u intereson moderatorëve, sepse kjo gjëja do shesi. Kjo do hidhet në rrjet, dhe ky dhe shpesh ka njerëz që ftohen pikërisht për këtë arsye, apo edhe kur nuk ndodhin, stimulohen nga moderatorë që thotë ngrejeni çik tensionin tash, sepse s'po na shikojnë shumë. Dhe në portale hidhet pjesa e sherrit. Plasi në studio, ja si i tha ky, pse i tha ai. Megjithatë përtej kësaj, debati për fat keq nuk është një debat i shëndosh dhe i shëndetshëm në raport me interesin e publikut. Vazhdoj të mendoj që kur një shikues ulet dhe ndez televizorin dhe po ndjek një debat, do duhet kuptoj që çfarë po thon ata njerëzit. Çfarë mendojnë ata? Se si mund të zgjidhet ky problemi, edhe pse nuk janë këta zgjidhja, por gjithsesi ata kanë një ide përderisa janë aty. Dhe të mos shndrohen në tifoz. Miri tha, bjeri këtij, bjeri atij. Dhe për fat keq janë interesat e medias që e kanë prishur këtë. Dhe interferimet interesave të politikës, pasi ka njerëz që qartësisht janë të lexueshëm që në pauzat e reklamave në debatet televizive mendojnë krejtësisht tjetër gjë dhe sa po futen në transmetime mendojnë tjetër gjë për të dëshmuar që këta janë aty si përfaqësues të interesave të tjera, dhe kjo nuk është në mënyrë absolute një gjë pozitive, pasi i ka shndruar programet televizive, pra debatet, i ka shndruar në një lloj filmi ku ai që shikon nuk shikon atë që ndodh realisht, por shikon atë që interpretohet. Filmi është një fake, filmi është një ngjarje e krijuar, e fabrikuar, që ti targetosh të kalosh kohën e lirë. Por programi i një debati televiziv nuk mund të shndrohet në kinema, nuk mund të shndrohet në film, sepse ai lidhet me një ngjarje që
përbën interes për qytetarin, lidhet me një çështje që ka të bëjë me shëndetësinë, ka të bëjë me një zhvillim politik të ditës, ka të bëjë me një fenomen që programet televizive ndihmojnë në ekspozimin e problemit, në ekspozimin e zgjidhjeve dhe në shndërrimin e këtij problemi në një ngjarje publike të madhe për të imponuar zgjidhjet tek ai që ka në dorë zgjidhjen. Ndaj do duhet në mënyrë absolute që moderatorët apo televizionet të fillojnë të ulin dozën e pritshmërive në raport me klikimet dhe të rrisin dozën e seriozitetit në raport me interesin e publikut. Jeni bërë pishman, zotë Kekia, që keni zgjedhur këtë rrugë duhet të themi që është një rrugë vërtet e vështirë dhe madje edhe shumë herë më e vështirë për të mbijetuar në tregun mediatik gazetaresk. Unë kam studiuar shkencat e natyrës, jam diplomuar për fizik në Fakultetin e Shkencave të Natyrës në Universitetin e Tiranës dhe e kam ushtruar profesionin vetëm 8 muaj. Gazetarinë e kisha ëndër, kisha edhe pse kërkund nuk më dilte në orientimin që unë kisha marrë, sepse ishte një kohë kur nuk kishte fakultet gazetarie, dhe të drejtat e studimit nuk zgjidheshin nga individi, por përcaktoheshin nga qeveria. Sërish kisha një objektiv timin, kisha një ëndër dhe në momentin kur mu dha mundësia e parë, su mendova asnjëherë, braktisa gjithçka për të cilën kisha shpenzuar 5 vite arsimim në universitet dhe ju kushtova gazetarisë. Nuk pyeta as për pagën, as për kushtet dhe ka qenë për dekada me radhë ka qenë një dashuri e pakushtëzuar. Padyshim, rrugës kur njeriu i duhet të ulet dhe të bëjë ca bilance për jetën e vet, sepse vjen një moshë që duhet kuptosh detyrimet që ke, shtëpia, familja. Kupton që nuk është profesioni i duhur për të bërë një jetë të mirë, edhe pse sërish këtu flasim për gazetarin e vërtet, dhe gazetarin e vërtet, pasi gazetarët e kompromisit dhe ata që e kanë shndruar misionin dhe profesionin në një lloj produkti të shitshëm, për të mos përdorur një fjalë tjetër, bëjmë pjesë tek njerëzit që jetojnë vërtet shumë mirë. Njësoj si ai që ka punuar fort në biznes, por unë mendoj që prap gazetaria nuk mund dhe nuk duhet parë si punë, por si mision. Po nuk u pas si mision dhe po nuk u ndje në shpirt. Kështu që përtej këtyre luhatjeve vazhdoj të mendoj që edhe nëse do të kthehesha sërish 15 vite më pas, do të zgjidhja sërish të një gjë, edhe pse sot profesioni i gazetarit nuk është në ditët më të mira, për fat keq teknologjia, përparimi ekonomik dhe social i vendit do duhet të ndihmonin që mediat ishte në të tjera standarde, për fat keq ka psuar regres në raport me profesionalizmin, në raport me lirin, pasi lirin të mos e kuptojmë thjesht duke e krahasuar me burgun. Nëse gazetari s'hyn në burg, gazetari është i lirë. Jo, gazetaria sot nuk është më e lirë, sepse janë të tjera mekanizma që përdor media në raport me interesat ekonomike të sipërmarrësve. Megjithatë, për ata që e dashurojnë, e ndjejnë vërtet, mendoj që është gjë e mrekullueshme kur bën një punë të cilën e do. Pra ju, zoti Kekia, doni të thoni që gazetarët e vërtet janë pikërisht ata njerëz që janë më të varfër në ditët që ne jetojmë aktualisht. Por pyetja ime e radhës për ju është që fëmijët tuaj do t'i këshillonit që t'i shtyni drejt rrugës të televizionit pavarësisht se
ditët aktuale që ne jetojmë është profesion pa bereqet, ashtu sikur do thoshte populli. Shiko, gazetarët nuk janë njerëz të keq paguar, nëse do flasin në raport me shtresat e tjera, por gjithsesi është njësoj si profesionet e tjera që kërkun nuk të bën të pasur, sepse në fund thjesht do paguhesh. Unë fëmijët nuk i kam shtyr të bëjnë profesionin tim. Ndodh që shumë prindër vërtet nuk janë të gatshëm të ndihmojnë apo të shtyjnë fëmijët të zgjedhin zanatin e tyre, sepse në fund sa do ta duash, ti mendon që mund të kishe bërë një gjë më të mirë në jetë se sa kjo që bëre. Ata që janë mësues nuk i shtyjnë fëmijët të bëhen mësues, përgjithsisht ka ndodh mjekët zgjedhin që ti bëjnë fëmijët mjek apo juristët, pasi janë profesione të cilat janë realisht shumë herë të mirë paguara nëse të flasim për aspektin financiar. Unë nuk e kam ushtruar këtë lloj presioni sepse do doja që fëmijët e mi të bëjnë atë që ndjejnë vetë më mirë të bëjnë. Qoftë ky edhe një profesion, zanat tjetër, mjafton që ta ketë me pasion, sepse një punë po nuk u dashurua nuk mund të korrë sukses. Jo, nuk është, nuk ndihesh mirë, sado që ti të mendosh që unë do bëj një gjë që është shumë mirë e paguar, nëse nuk të jep kënaqësinë e të bërit kësaj pune nuk ja vlen. Ndërsa çështja e televizionit është disi ndryshe, se televizioni është një lloj droge. Unë kam punuar në televizion, por thash pak më parë që vazhdoj ende të dashuroj gazetën dhe nëse do kishte sot një gazetë që shtypej do vazhdoja të shkruaja, mjafton të shikoja emrin sipër atij tekstit sepse e dua vërtet. Televizioni është drogë për ata që e kanë shijuar. Unë nuk e kam shijuar në ekran televizionin. Unë kam drejtuar redaksi lajmesh, vazhdoj të jem në ekran, por nuk kam atë adhurimin e madh për ekranin që po nuk dola ka shumë të rinj që adhurojnë televizionin sepse duan të jenë njerëz publik. Dhe kjo ka krijuar një stereotip të ri njeriu televiziv, ka krijuar stereotipin e njeriu show. Dhe kjo ka prekur më së shumti vajzat. Dëshira për të qenë me çdo kush në ekran dhe mania e televizionit për të tërhequr jo profesionistin më të mirë, qoftë djalë apo qoftë vajzë, por kukullën më të bukur, e ka deformuar sërish edhe këtu. Ndoshta po tregohem kritik në gjithçka, por besoj që kritika i bën mirë gjithçkaje. Një vajzë nuk mund të shkojë dhe të dalë në ekran vetëm se është e bukur. Dhe çfarë ndodh pastaj? Ndodh ajo që në Shqipëri, edhe pse kjo është një problem global, po ne jemi pak më banal në këtë drejtim, programet janë të mbushura vetëm me vajza. Dhe çfarë bën pastaj produksioni? Në përpjekje për të kapur sa më shumë audiencë, e përdor këtë imazhin femëror të bukur, duke ja shkurtuar minifundin, me përpjekjen për të kapur sa më shumë audiencë, duke i çliruar gojën në kuptimin vulgar të fjalës, në përpjekje sërish për të kapur audiencë, dhe vjen një moment që do degradohet, do degenerohet, sepse përdorimi i imazhit ka një limit, dhe imazhi nuk mund të jetë kurrë parsor në raport me këtë profesion. Është fjala e para, është mendimi i pari. Imazhi është një armë fort, por një armë fort e cila duhet, por që është gjithmonë e dyta. Imazhi mund të shërbej vetëm për herën e parë. Nëse në prezantimin e parë një prezantuese, një gazetare, çfarëdo që thjesht do shesi hiret, kaq mbaroi. Herën e dytë njerëzit duan të dëgjojnë. Ndaj këtë e kam si këshill edhe për të rinjt që aspirojnë televizionin. Televizioni është i vështirë. Televizioni të ha, të merr, të shtrydh, të rjep, mund të t'jap një përfitim të momentit. Dhe kur vjen dita që ti nuk ke çfarë jep më, pra bukuria jote nuk shet më, të merr të hedh në rrugë. Do vije tjetra, do vije radhës.
Ndaj, do duhet që kush ka imazhin e bukur, ta ndërthuri dhe ta gërshëtoj këtë imazh me mendimin. Dhe nëse bën të dyja bashk, po, kjo është e mrekullueshme. Por mendimi pa imazhin bën, ndërsa imazhi pa mendimin nuk bën. Historia ka treguar që në Shqipëri shpesh vajzat që kanë pranuar apo janë vetë ofruar të shiten në ekran për shkak të asaj që janë dhe jo të asaj që kanë, ka treguar që shpejt pasi janë shtrydhur nga ekrani kanë dalë në rrugë. Në këto momente, zoti Kekia, më erdhi një roman i Honor de Balzac, një roman i jashtëzakonshëm, Iluzionet e humbura, që flet pikërisht për tregun gazetares, flasin për shekullin e 19, edhe ai bazohet në këto dukuri që ju sapo thatë, por gjithashtu ju ndani të njëjtin profesion me bashkëshorten tuaj, me Anisën. Ju jepni këshilla asaj, po ju jep ajo ju, se gjithashtu Anisa është drejtuese e një emisioni e pasuar nga News 24, aktualisht është në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Unë jam njëri që dëgjoj. Kam patur Desha të them diçka, pa jam plotësisht në këtë rast jo për shkak të pozicionit të gruas, por në përgjithësi preferoj të dëgjoj. Preferoj të mos marr asnjëherë fjalën i pari në kuvendime, sepse dua të kuptoj. Përpasoj pranoj dhe këshillat, kur shkruaja editorialet në gazet, pasi e shkruaja jepja 2-3 njerëzve, që kisha të merr e lexoja. Po thoshte, po është shumë e mirë, jo, lexoje çfarë kupton ti, sepse unë do shkruaja për lexuesit. Edhe do doja të kuptoja se çfarë mëson dhe çfarë kupton një lexues nga ajo që unë kam shkruar. Në këtë kuadër, edhe Anisa që ju thoni, është një lloj këshilluesi, apo edhe kritiku ndaj gjërave që unë them, dhe për hir të vërtetës vërejtjet më së shumti janë tek shpesh përpjekjet e mia duke patur sensin e kritikës konstruktive në mënyrë sistematike, pasi nuk bëj dot ndryshe, tash Robi nuk qëndron vetëm kritik, thotë, ka një gjë, thotë edhe kjo bën, domethënë. Megjithatë edhe unë vazhdoj të mendoj që ajo gjë që është e mirë, dhe unë kritikoj për atë që nuk është bërë mirë, që të bëhet edhe kjo tjetra mirë. Ndërkohë që edhe e kundërta ndodh, shpesh Anisa temat që do trajtoj në programin që bën i konsulton, merr një ide, një mendim, pra është një gjë që në një farë mënyre ka një lloj bashkëpunimi mes nesh. Gjithashtu ju në gazetari ju keni punuar, zoti Kekia, ose jeni lëvruar ose jeni përkushtuar pikërisht kronikës së zezë. Kronika e zezë, sikurse dihet, është një nga elementet më të vështirë për një gazetar për t'u lëvruar. Keni pasur ndonjë vështirësi gjatë kësaj pjese? Keni pasur net pa gjumë si gazetar i kronikës së zezë? Keni pasur më saktë kërcënime të dalin pikërisht në temë? Unë do ta ndaj gazetarinë në dy epoka. Po. Epoka deri para rrjeteve sociale dhe epoka pas rrjeteve sociale. Gazetaria kronikës zezë është absolutisht e vështirë, sepse këtë bësh me zhanrin më të ndjeshëm, më delikat, këtë bësh me jetë njerëzish, këtë bësh me viktima, këtë bësh me autor krimesh, dhe kjo më ka ndihmuar në mënyrë të jashtëzakonshme për të bërë maksimumin e korrektesës. Sepse nëse citon gabim një politikan, së është edhe në hata e madhe. Por, nëse shkruan lajm të kronikës së zezë dhe gabon në lidhje me autorsinë e një krimi, duke e atashuar një tjetri, apo qoftë edhe tek emri i viktimës, këto
ka një impakt të jashtëzakonshëm. Pra nëse ti gabimisht thua që autori i krimit është mentori, këtu ke të bësh me akuzën ndaj një individi në njeriu konkret, ky nuk ta fal edhe në aspektin njerëzor, me idenë që ti nuk e gabuar, ke bërë enkas. O dhe nëse ke gabuar, që më duhet fare, është puna jote, ti duhet të tregohesh korrekt. Dhe kjo më ka edukuar në profesion që të kërkoj të vërtetën deri në pikën e fundit. Dhe në epokën para rrjeteve sociale, të bëje gazetari në Kronikës së Zezë ishte absolutisht të vështirë sepse mungonte informacioni, shteti ishte hermetik, ndodhte një ngjarje, do duhej të shkoje në vendin e ngjarjes, të pyesje dëshmitar që kishin parë ngjarjen, pra çdo gazetar që bënte Kronikën e Zezë në atë kohë ishte një lloj hetuesi në fushën e vet. Pas epokës së rrjeteve sociale ndodhen dy gjëra. Lajmi u bë masiv. Sot, nëse diku ndodh një ngjarje, ndodh një aksident rrugor, ndodh një shpërthim zjarri, ndodh një vrasje, çfarëdo, brenda 5 minutash e ke të shpërndarë në të gjitha rrjetet. Pra, ngjarja si ngjarje nuk është më lajm për gazetarin. Dikush është në autostradë, ndodh një aksident, ai bën filmimin e hedh. Nëse ka diku shpërtheu një depo, dikush që është aty e filmon e hedh, ndërsa ndodh një vrasje, dikush e filmon e hedh. Gazetari nuk ngelet asgjë këtu për të publikuar. E keqja që po ndodh tani është që gazetari nuk shkon për të vazhduar investigimin mbi ngjarjen, por mjaftohet me këtë që ndodhi. Dhe këtu ndodh ai problemi i madh i keq informimit, se s'po quaj dezinformim, se dezinformimi është i qëllimshëm, po i keq informimit, sepse ai që raporton në rrugë, kur është duke ecur, është një qytetar, thjesht pa një makinë në kanal dhe thot, më ka të vdekur, po më duket se ka një 2, thot ai tjetri. Në moment e hedh këtë video dhe thot, ka 2 të vdekur, brenda 5 minutash të gjitha mediat e marrin këtë dhe hedhin në faqet e tyre duke thënë ka 2 të vdekur. E marrin lajmin si të mirëqen. Marrin të mirëqen çdo gjë që ndodh aty. Unë kur bëja gazetari në Kronikës së Zezë në epokën para rrjeteve sociale, do detyrohesha të shkoja ke kanali kur ka makina për të mësuar se çfarë ka ndodhur dhe kush janë pasojat. Edhe pse sot policia nuk është më ajo hermetike e dikush me mbyllë që nuk raportonte, që nuk lejonte, nuk jepte informacion. Sot shteti është shumë më transparent. Prap gazetaria lë më shumë për të dëshiruar sepse sot është nxitimi për të hedhur lajmin e parë. Unë jam me parimin më mirë i dyti dhe më i sakti, por sot nevoja për klikime bën që sapo e hedh dikush, gjithë e shpërndajnë, pa pyetur sa të vërteta janë ato që thuhen, apo duke mos dhënë informacion. Një media hedh dhe thot, a ka viktima këtu? Detyra jote nuk është të më pyesësh mua. Ti e media, ti duhet të japësh informacion, unë duhet të lexoj ty për të marrë vesh nëse ka apo jo viktima. Dhe jo të hedhësh ti një video të më pyesësh mua ka viktima këtu. Shpejtësia dhe nevoja thash për klikime. Dhe një lloj pasiviteti, një lloj dembelizmi apo një lloj kollajllëku për të bërë gazetari ka bërë që lajmi të mos jetë më ai i vërteti, i sakti që dikur thuhej, doli në gazetë. E ka thënë gazeta, është e vërtet, nuk diskutohet. Vërtetësia e lajmit dhe autoriteti i lajmit për fat keq ka rënë në këtë drejtim. Megjithatë, gazetaria që bëhet për Kronikën e Zezë është më e bukura, është më e mira, më e forta dhe është ajo më e vërteta. Zoti Kekia, ne po shohim drejt fundit këtij podcastin se koha televizive nuk të premton, ashtu sikur se ju e dini shumë dhe shumë më mirë se sa unë, por nuk do shpëtoni prej këtij podcasti edhe pa pyetjen time të fundit, pasi ne do largohemi. Zoti Kekia, kush është mentor Kekia pas ekranit, pas gazetarisë dhe si e kalon mentor Kekia jetën e tij në një ditë të krejt të zakonshme, me familjarët e vet, me angazhimet? Prej rreth 7-8 vitesh jam edhe një fermer i vogël, pasi jetoj në fshat dhe kam një hapësirë toke që përpiqem ta shndroj në një kopësht,
e kam për një relax, i përkushtohem maksimalisht kësaj pune, por nuk kam orar, sepse me telefonin në dorë lexon gjithmonë dhe prap shkruan diçka në ato faqet e mia në Facebook dhe në Instagram, thash jo nga gjërat e jetës, por në momentin kur shikoj diçka që më ngacmon, shkruaj, bëj një koment apo një gjë të shkurtër, përpiqem të jap maksimumin kohës njerëzve të mi, familjes, shoqërisë. Nuk frekuentoj shumë kafenet, përveç diçka e paradite, fakti që jetoj në fshat më ka ndihmuar që të iki qytetit dhe kjo ndoshta ka ndihmuar në këtë drejtim. Ka ndikimin e vet. Po përgjithsisht kohën e kaluar në kafe e quaj kohë të humbur. Dhe pastaj përpiqem një pjesë të kohës që më mbetet të lexoj. Preferoj të lexoj poezinë, e shijoj maksimalisht dhe kam një tërheqje nga letërsia, nga romani dhe kam zëvendësuar me bibliografi, studime, histori të njerëzve, pasi gjithmonë mendoj që të lexoj diçka që më shkon për shtat shijes time, por edhe t'i shërbej le të themi informimi, sepse njeriu nxo gjithë kohën, nuk ka të sosur. Nuk ka të sosur. Zoti Kikia, unë të falenderoj që të pata ti në sotme në këtë hapësirë në podcastin tim Kohë për Reflektim. Ishte vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme për mua. Më lejo të lutem që në këto momente t'i shpreh një falënderim bashkëshortes suaj Anisa Ömerit, pasi ishe ajo e cila na bëri këtë lidhjen me ndërmjet një ure, e cila isha ajo në këtë mjes. Të falenderoj vërtet shumë, zoti Kikia. Faleminderit. Ishte kënaqësi dhe gjithmonë mendoj që është jo thjesht një lloj kënaqësie për të folur, por është një lloj detyrimi i gazetarëve më të vjetër në profesion për të jo thjesht për të treguar kujtime të tipit si kjo bisedë që bëm ne, por për të folur në mënyrë orientuese për gazetarët e rinj dhe për të qenë më objektiv dhe më kritik në raport me gjendjen që kalon media në përpjekje për të korrigjuar dhe përmirësuar kjo situatë. Të falenderoj shumë, mentor Kikia. Faleminderit juve. Zonja dhe zotrinj, kishim në këtë hapësirë në podcastin Kohë për Reflektim gazetarin e mirënjohur shqiptar Mentor Kikia, secili do të jetë i ftuari në puntatën e radhë të podcastit, na qëndroni dhe na ndiqni çdo të shtunë në orën 18:00. Deri atëherë miru takofshin në podcastin e radhës. Ku ju rikujtoj të bëni subscribe në kanalin Dritare Televizion dhe në kanalin YouTube të Rudina Xhungës. Faleminderit.